Sipas një raporti të siguruar nga CNN nga inteligjenca amerikane, tregohet se sulmet e fundit ajrore të SBA-s ndaj 3 objektivave bërthamor iranian nuk e shkatruan në mënyrë të rëndësishme programin nuklear të Republikës Islamike, por e shtyn atë për disa muaj. Ky vlerësim që nuk ishte raportuar më parë është prodhuar nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes, njësia e inteligjencës e Pentagonit. Vlerësimi bazohet në një analizë të dëmeve të shkaktuara nga sulmet që është realizuar nga Komanda Qendrore e SBA-s pas goditjeve ajrore. Sipas burimeve, analiza e dëmit dhe ndikimi i sulmeve në ambicjet bërthamore të Iranit janë ende në zhvillim dhe mund të ndryshojnë ndërkohë që po mlidhen më shumë të dhëna. Megjithatë, rezultatet e para përmbushin një pamje të ndryshme nga ato që ishin dhënë më parë nga zyrtarët e lartë të Shtëpisë së Bardhë dhe administratës Donald Trump, teksa ata kishin pretenduar se sulmet shkatruan plotësisht impiantet e pasurimit bërthamor të Iranit, ndërkohë që sekretari amerikan i mbrojtjes pati theksuar se ambicjet bërthamore të Iranit ishin zhdukur. Dy nga personat e njohur në vlerësim thanë se rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit nuk ishin shkatruar dhe se centrifugat ishin kryesisht të paprekur.